Andaj tha, men i'tamed ala nas melle. Po ta shifni një që shumë shtetet tek njerëzit, dihet thot që ai person ka më i mërzitshëm edhe kanë me braktis njerëzit. Po çka? Mbështetën fuqinë e Allahut edhe mbështetën forcën tonë. Men i'tamed ala mali qalla. E ai cili mbështetet në pasurinë e vet, duhet me ditë se pasuria një ditë harxhohet edhe ai mbetet person i vetmuar. Mbetet person i vogël. Po çka? Nuk duhet ta kemi krejt mbështetjen pasurinë. Ne dim, Zotin na ruaj, një tërmet po ndodh, prej pasurisë madhe kalon njeriu në varfëri. Një luftë ka ndodh, prej asaj pasurisë madhe njeriu kalon në varfëri. Domethënë, nuk janë gjona me rraj, nuk janë gjona stabile. Këto janë sot, nesër nuk janë. Po njeriu duhet ta kërkon mbështetjen pikërisht tek Allahu xhaleshan. Vëllazër, esti përpara se ka filluar mushet tani shumë, edhe esti përpara, plotësoni safa, sa të mundi, hajde përpara. Sa të mundi plotësoni safa. Esti përpara, dera në atje veni sa të mundi, ka ven edhe nalë, po sa të mundi plotësoni safa. Personi që mbështetet në pasuria të harxhohet. Personi cili me i'tamed ala sultani fazalla, ai cili mbështetet në pushtet. Thot edhe pushteti, thot ai një ditë thot kalon edhe në poshtë. Women i'tamed ila Allah. E ai cili mbështetet tek Allahu, as nuk është i mërzitshëm për njerëzit, as nuk do të jetë njeri i vogël, e as nuk do të mposhtet në këtije. Pra, gjithmonë, mbështetjen ta kemi tek Allahu që plot në në sebepet e tjera. Imam Shafiu, radiallahu anhu, tha kështu, kush ta janë njerëzit më të mëshëm? Kush është njeri më i mëshëm? Tha, en yetruka dunya qabla an yetruka. Njeriu më i mëshëm është ai i cili thot arrin me braktis dunjan para se dunjaja me braktis atave. Çka nuk kupton kjo vëllazër? Që mos t'i fut me rrajt shumë këtë botë edhe mos mendojmë që s'kemi me vdekje. Po gjithmonë mendojmë, sot ije, nesër nuk ije. Ai i cili arrin thot me braktis këtë dunjan, edhe pas se dunjaja me braktis ata, thot ajo është njeri i mëshëm. Sa jeton njeri këtë botë? Ka ardhur në Kur'an kur është thënë kem labithtum fil ardh labithna yawman aw ba'da yawm. Kemi jetu thot në tokë, ne ditën e Kiametit kur do të pyeten thot kemi jetuar një ditë apo një pjesë ditës. Çish është kjo? Pa mi jetu një ditë apo një pjesë ditës. Normal që jeta shkon shpejt. Edhe na duket që kur gjose me jetu, ajo është e vërtetë. Mirë po, është ajeti kuranor i cili thot wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Tha, një ditë te Allahu është sanimi vite që i keni në tokë. Një ditë te Allahu është sanimi vite në tokë. Ne po themi tash jemi vitin 2025. Nëse llogaritim këto 2025, te Allahu janë sa 2 ditë. Një ditë 1000 vite. Tash në 1000 vite, nëse llogaritet jeta e njeriu, sa është jetesa 80 vite nëse jeton njeriu, atëri vjen dikon 2 orë, 2 orë e gjys. Domethënë këtë jetë e njeriu është 2 orë, 2 orë e gjys. E për çdo 2 orë, 2 orë e gjys, ne duhet me rritjen tonë. Ne duhet më kanë besimtar drejt me menu se këtë 2 orë pa me jetuon, apo 2 orë e gjys, ma shumë nuk pa me jetë. Atëherë, pse ti bëj pa drejtësi tjetërin? Pse ta orrej tjetërin? Pse ta misora me tjetërin? Pse të hami hashemisht ne për korona, për toka, për pasuri, për këtë, kur e dimi se 2 orë e gjys e pa me jetesa. Qëton që të pikë më nalë vlazën,
dalë me të fjala e Imam Shafiut që tha, njeriu më i mëshirshëm është ai i cili arrin me braktis këtë dunja, para se dunjaja me braktis njeriu. Sallallahu